Asgjë në jetë nuk zgjat për gjithmonë, madje as dashuritë që fillojnë me premtimin se do të jem me ty në të mirën e të keq, deri në fund të jetës tënde. Edhe çifti Meta Kryemadhi u qëndën në këtë udhkryq pas 25 viteve martesë dhe shkuan drejt divorcit. Tashmë, Meta ndodhet i izoluar në qeli, ndërsa Monika është e hapur drejt një jete të re dhe shpirtit të aventurës. Kur Meta u arrestua, Monika u betua se do të nxirrte të gjithë emrat e personave që ja trajtuan ish bashkëshortin pa dinjitet, duke ndaluar në rrugë në mënyrën më skandaloze. Por vrulli i saj ra shumë shpejt dhe ajo më pas pa çështjet e saj me drejtsinë, duke harruar keqtrajtimin që ju bë ish bashkëshortit të saj. Duke hedhur pas krave politikën, Monika hapi një kapitull të ri në jetën e saj, duke u bërë pjesë e televizionit si opinioniste në Big Brother VIP. Zgjedhja e saj nuk ka qenë krejt rastësore, sepse dihet që Monika është e drejtë për drejtë në opinionet e saj dhe kjo pritet të shkaktojë debat të madh në këtë format. Nga ana tjetër, Ilir Meta ka mbetur i shokuar kur ka parë në televizion ish bashkëshorten e tij si opinioniste në këtë format. Burime pranë ambienteve të paraburgimit ku ndodhet Meta thonë se ai ka mbetur i befasuar nga kjo zgjedhje e ish bashkëshortes së tij. I pyetur se si i duket Monika në këtë format, ai ka thënë: "Unë nuk jam më pjesë e jetës së saj, le të bëj çfarë të doj. Tani po mësohem që vendimet e ish gruas time të mos më çudisin më. Ajo kaloi nga politika në aktrim dhe tani së fundmi tek ky format për të rinj. Ajo që më intereson mua janë vetëm 3 fëmijët e mi dhe asgjë tjetër."